Bismillahirrahmanirrahim. Agjerimi muajit të Ramazanit, njërit prej shtyllave qendrore të Islamit, konsiderohet një ofertë dhe mundësi e jashtëzakonshme për besimtarin. Agjerimi i muajit të Ramazanit është një muaj i cili rrit ambicjet e besimtarëve për shpërblime dhe pastrimin shpirtëror dhe atë fizik. Zoti Gjellëshanu përmes Ramazanit dëshiron që të na pastrojë nga mëkatet dhe gabimet tona. Andaj, Ramazanin mund ta konsiderojmë si një filtr shumë të dendur, i cili për një muaj rresht pa ndërprerje dëshiron që të na pastrojë neve nga gabimet dhe lëshimet e mundshme të cilat kemi mundësi të i bëjmë gjatë jetës apo ditëve tona. Për këtë arsye, duhet që besimtarët të bëjmë përpjekje maksimale që agjerimi tyre të jetë sa më i kompletuar dhe të mos gabojnë. Megjithatë, krijuesi i gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala, duke ditur që ne jemi krijesa të dobta dhe ndoshta për një muaj të plot nuk kemi mundësi që të agjerojmë pa gabime, pa lëshime të caktuara, të cilat do ta dëmtojnë shpërblimin e agjerimit. Andaj, i Madhi Zot Gjellëshanu dëshiron që neve të na dhurojë shpërblimin e plot të Ramazanit. E gabimet tona na minimizojnë, na zvoglojnë vlerën dhe shpërblimin e Ramazanit. Duke dashur Zoti Gjellëshanu që të na jap shpërblimin e plot të Ramazanit, e ka ofruar në dispozicionin ton një mekanizëm i cili e pastron agjerimin ton. Ky mekanizëm quhet sadakatul fitr, sadak që jepet për fitr bajram, e që në popull quhet vitrat. Përmes vitrave pastrohet, përmirësohet agjerimi jon, ashtu si kurse që pastrohet dhe përmirësohet namazi mes sevisejde. Prandaj pejgamberi Zotit alayhi salatu wasalam, hadithin që transmeton Ibn Abbasi thot, e ka obliguar pejgamberi Zotit sadakatul fitrin apo vitrat me qëllim që të pastrojë agjerimin e besimtarit dhe të i furnizojë nevojtarët me gjërat e nevojshme për festen e fitr bajramit. Pra, sadakatul fitri është adhurim, falënderim ndaj Zotit, pastrim i shpirtit personit, bekim i pasurisë, mëshirë dhe rahmet për nevojtarët. Edhe pse sadakatul fitri ka një peshë dhe rëndësi të madhe për agjeruesin, megjithatë i Madhi Zot Gjellëshanu nuk e obligon njeriu përtej mundësive që ka. Andaj çdo person i cili nuk ka mundësi materiale është i liruar nga obligimi i nxjerrjes së sadakatul fitrit, e i cili është vajxhib për ata të cilët kanë mundësi. Çdo person i cili ka një stabilitet familjar, ekonomik, për mes të cilit edhe nëse jap sadakatul fitrin nuk e pengon në zhvillimin e familjes së tij, është i obliguar që ta nxjerrë sadakatul fitrin, ta dhurojë atë, që të pastrojë agjerimin, bekoj pasurinë dhe të ju ndihmojë të tjerëve. Kryefamiljari është ai i cili e jap sadakatul fitrin për gruan e tij, për fëmijët e tij, për familjen e tij, është rrugës dhe rendit më shëndosh që të i njoftoj ata se po e nxjerr apo po e dhuron sadakatul fitrin para nxjerrjes së tij. Koha e sadakatul fitrit është para kohës së namazit bajramit. Preferohet që sadakatul fitrit të dhurohet nga nata e Lejletul Kadrit deri në kohën e faljes së namazit të fitr bajramit. Nëse dikush nuk e ka dhuruar sadakatul fitrin para festes apo para faljes së namazit të bajramit, nuk lirohet nga obligimi i dhënies së sadakatul fitrit. Praktikisht e ka humbur një shpërblim sepse nuk e ka kryer një obligim në kohën e duhur, mirë po nuk lirohet nga obligueshmëria e dhënies së sadakatul fitrit. Destinacionet ku dhurohet sadakatul fitri janë në të njëjta destinacione ku dhurohet edhe zakati. Andaj, institucioni i Bashkisë Islame është ai që ka përgjegjësinë dhe amanetin nga ana e Zotit që të bëj organizoj mbledhjen e sadakatul fitrit dhe atë ta shpërndaj pas tubimit të tij në njërin apo në disa prej destinacioneve që Zoti i ka përmendur në Kur'an, sipas vlerësimit dhe prioriteteve të institucionit. Sadakatul fitri dhurohet në vlerë monetare, pasi që në kohën e pejgamberit a.s. Muadhi radiallahu anhu, që ishte përfaqësues i pejgamberit a.s. në Yemen, kishte mbledhur zakatin në
vlerë jo të kultura bujqësore, por në veshmbathje, e që tregon se është mbledh apo është marrur zakati në kundër vlerë të produkteve bujqësore. Prandaj, kjo është argument se sadakatul fitri lejohet të dhurohet edhe në vlerë monetare. Duke pasur parasysh qartësinë e kësaj, kemi shumë transmetime nga sahabët që kanë treguar se lejohet të dhurohet sadakatul fitri edhe në vlera monetare, dhe për këtë kemi transmetim nga Omar ibn al-Khattabi, nga Abdullah ibn Omeri, Abdullah ibn Abbasi, Abdullah ibn Mesudi, nga Muadh ibn Gjebeli, prej tabeinve, Omar ibn Abdul Azizi, Hasan al-Basriu, Ebu Hanifja, e shumë dietar të tjerë, të cilët e kanë lejuar që të dhurohet zakati edhe në kundërvlerë. Një farforme, në kohën tonë bashkëkohore dominon mendimi se duhet të dhurohet sadakatul fitri sipas asaj se cila është më e rëndësishme dhe më e dobishme për marrësin realisht nevojtarët. Dhe kjo duke u mbështetur në rregullin dhe parimin se ashtu sikurse që është në interes të varfrit, ashtu duhet të nxirret sadakatul fitri që për kohën tonë është vlera monetare, e një kohë tjetër mund të jetë ndryshe.